Në një moment kur bisedimet për planin e paqes vijojnë, Rusia bombardoi Ukrainën përmes një sulmi ajror në Kiev. Forcat ruse përdorën për sulmin kundër Ukrainës raketa Cruise, por edhe dron, ndërkohë që mediat ukrainase raportojnë për humbje jetë, por edhe për shumë të plagosur. Gjithashtu një ndërtesë banimi 22 katëshe u godit dhe disa kate të saj u dëmtuan, ndërkohë që një tjetër 9 katëshe mori flak. Por edhe Rusia lajmëroi për sulme ukrainase dhe sipas agjencisë së lajmeve TASS në qytetin portual Tagan Rogut u shënuan viktima, ndërsa 2 pallate dhe një rezidencë private u shkatëruan nga goditjet, teksat forca ruse, raporton Telegram, rrëzuan 249 drone Ukrainas gjatë natës, e ndërsa lufta në Ukrainë arriti në ditën e 1371, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina pritet të finalizojnë një plan të ripaqeje, i ngjashëm me versionin origjinal, po mbetet një piknisje për negociatat që ende nuk janë finalizuar. Rusia nga ana e saj ka deklaruar se nuk ka marrë asnjë informacion në lidhje me negociatat që përfshin Shtetet e Bashkuara, Ukrainën dhe Bashkimin Evropian në Gjenev. Raundi i parë i bisedimeve është vlerësuar i suksesshëm edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili për Radio Evropa e Lirë tha se propozimi amerikan për paqe ka ndihmuar që Kievi dhe Washington të afrohen drejt përfundimit të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, konfliktit më të madh sipas tij dhe më vdekjeprurës në Evropë që nga lufta e dytë botërore.